Pas mbylljes së fazës së parë të kampionatit voleybollit shqiptar ka nisur kompeticionin e Kupës së Shqipërisë. Për ekipin e Vllaznisë dueli i parë i Kupës ishte në shtëpi, aty ku priti ekipin e Erzenit të Shijakut. Sfida e luajtur në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi ka nxjerrë fitues ekipin e Vllaznisë me rezultatin 3-1. Megjithatë, kuqeblut e drejtuar nga trajneri Artan Kalaja nuk e kanë pasur as pak të lehtë, kjo sepse pas fitores së setit të parë nga kuqeblut me shifrat 25-19, miqt nga Shijaku u kundërpërgjigjen në setin e dytë, duke fituar 19-25. Në setin e tretë dhe të katërt, Vllaznia e mbylli me fitore, përkatësisht 25-20 dhe 25-18, duke fituar të gjithë ndeshjen me rezultatin 3-1. Në prononcimin e dhënë pas ndeshjes, trajneri kuqeblu Artan Kalaja, me përjashtim të setit të dytë, u shpreh i kënaqur me lojën e skuadrës së tij. Fillimi është i mirë, morë me pikë të plota, por vetëmësia setit parë na bani që të humim setin e dytë. Kështu që kjo do t'jetë një mësim për ne që loja marron jo kur marrën 20, jo kur bën 25 pikë, por loja marrën kur fitohen 3 sete. Pastaj ne reaguam me setin e dytë, reaguam mirë dhe loja u bë fort, ne lutëm kundër një skuadër të fortë, një skuadër që ka emër në voleybollin shqiptar. Por ti marrim neshët 1-1, javën tjetër e kena me Tiranën. Sa i takon objektivit të Vllaznisë në këtë kompeticion, Kalaja theksoi se synimi është të kualifikohen në finale. Minimalisht dalja në finale, në finalet e kupës, pra në 4 skuadrat më të mira. Kjo është objektivi minimal. Në këtë ndeshje, kapiteni Nikolin Qafarena, si dhe volejbollisti ardhur nga Venezuela Alberto Sierra dhe pasuesi Fation Çekini, spikatën më së shumti, teksa ata ishin pikëshënuesit më të mirë për Vllaznin.